edhe një segment pushteti që kishte ngelur i ndarë për gjysmë, si që ishte avokati i popullit. Me këta akt, a i mori në mënyrë absolute të gjitha pushtetet që në fakti kishte, po avokati ishte diçka e ndërmjeme. Ajo zonja përpiqej tu përmbahej objektiva o misionit saj të mbikëqyrjes së lirive dhe drejtave njeriut në vend. E mori me rrëmbim, me pasion egzoft. Por këtu dy gjëra do them. Firmosja e kukullës së tij Endri Shabani, pa asnjë diskutim, ka qenë një gabim i pa diskutueshëm i çdo njeri që ka firmos. Kjo ka qenë një akt i nxituar dhe një gabim i çdo njeri që ka firmos. Edhe njerë dje kërkova ndjes para demokratëve, para që opozitarëve dhe përsëri kërkoj ndjes publike për këto firma dhe këte akt të nxituar të deputetëve të Partisë Demokratike. Nuk mund ta bënin atë. Jo. Këto firma u dhanë në një periudhë kur u vendos një koalicion i opozitar në mbështetje të kandidatit të bashkisë për Tiranën. Por, nga ana tjetër theksoj këtu, se firmat janë tërhequr me firmë. Pra, të gjitha firmat nga firmatarët janë tërhequr me firmë, jo me deklaratë publike. Dhe në absolute, në çdo parim dhe çdo ligj, ai nuk është kandidat i opozitës. Firmat janë tërhequr me firmë. Edhe gjerë momentin e fundit, propozuesi ka të drejtë të tërheqë propozimin. Kështu që pretendimi se ishin firmat ato që zgjodhen është i pa drejtë. Ishte vendimi i Edi Ramës për të mos respektuar asnjë princip, asnjë rregull për ta emëruar atë, sepse Endri Shabani është emëruar pa asnjë firmë nga asnjë deputet, nga përveç dy që janë një parti tjetër që mendoj që edhe ai i ka tërhequr, nuk kam parasysh, pra nuk ka patur kur asnjë firmë nga Partia Demokratike në momentin që është votuar. Çdo koment tjetër është absolutisht pa asnjë bazë juridike dhe është thjesht një mbështetje e verbër për veprimin antiligjor, antikushtetues të Edi Ramës në parlament. Po marr këtu vetëm anën teknike, teknikalitetin. Kandidatura e Endri Shabanit është votuar pa asnjë propozim nga Partia Demokratike, mbasi çdo propozim i bërë me firmë është tërheq po me firmë. Dhe vendimi nuk është propozimi, vendimi është votimi. Asnjë deputet i Partisë Demokratike nuk ka votuar për Endri Shabanin.
Jo. Gjerë momentin e votimit. Propozimi mund të tërhiqet dhe ai ishte tërhequr ditë më parë. Kështu që askush s'mund të përligj, të mashtroj, të bëj të lallin e Edi Rams se e bëri me qenë se kish firmos opozita. Jo, opozita tërhoqi firmat. E bëri sepse donte ta mirëte me çdo kusht institucionin. Kjo është. Por cili është tani konkluzioni ynë? Konkluzioni ynë është se çdo përpjekje për të dhënë qoftë kontributin minimal në funksionimin e këtyre institucioneve është i kot pa vlerë qesharak. Dhe me këtë unë mendoj dhe insistoj, Partia Demokratike me këtë rast ndërpret çdo lloj negociate, çdo lloj diskutimi, debati për çdo lloj personi me palën dhunuese. Përfunke. Nuk mundet kurrë. A e faktoj, tërhoqi, sigurisht që u angazhuam në proces, sigurisht që kishim kandidaturat tona, dhe ata që thonë se nuk u fol për Adriana Kalan dhe Besim në Regionin, nuk kanë fol kur për kandidat më shumë se për ata dy kandidatura. Nuk kanë fol. Edhe aty edhe atë ditë në parlament. Edhe shumë herë të tjera. Dhe ne nuk kishim vetëm këto dy kandidatura. Jo, kishim kandidatura tjera shumë të mira. Shumë të mira, edhe këto dhe kishim, po edhe tjera shumë të mira kishim. Kishim kandidatura të shkolluara në nivelet më të larta, që i morën skontuar jo kanë ardhur me vonese, kanë ardhur etj. Nuk ka. Pra ne nuk shkuam o ky o s'ka. Jo. Pse? Sepse ne dorim që ombudsmeni nuk është i opozicën. Ajo është në funksion të qytetarëve. Ju duhet qytetar aq sa të mundën. Aq sa të mundën të ndihmuar në këto kushte. Ndaj dhe cili ishte mesazhi që dha? Mesazhi që dha ishte se të gjitha pushtetet janë në dorë të tij. Ne do i përgjigjemi atij. Rikthehemi prap. Ndërpresim çdo lloj debati, diskutimi për çdo lloj personi dhe çdo lloj funksioni dhe posti me Partinë e Krimit. Hap që bëhet i domosdoshëm nga ajo që panë shqiptarët. Akte antikushtetuese, antiligjore, për të marrë dhe që gjysmë pushteti që ishte ngel pa marrë, se gjysmën e kishte, ajo nuk është se ishte zonja Ballanca, nuk ka qenë antare për deskur. Ka qenë një avokate, kështu që ne ndaj atij akti
i përgjigjemi me ndërprerjen e të gjitha komunikimeve për persona apo debate për personat caktuar, funksionet caktuara, dhe s'ka gjë më absurde se të mendohet se mund të vazhdoj në një kohë kur ai pa firma zgjedh dhe përpiqet dhe gjën pastaj që pas ka fajnë opozita. Po, opozita për para antarëve dhe mbështetësve vet njeh gabimin që bëri, por nuk e zgjodhi opozita. Opozita tërhoqi firmat. Me firma u tërhoqen firmat. Që edhe deklarat politike po t'ishte e grupit është tërheqje. Është tërheqje. Ndaj dhe qëndrimi ynë do t'jetë edhe njerë gjithçka tek protesta.